Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Pamirësi i gjithëmbashëm. I gjithëmshishmi. Allahu i madhruar e ka çelur këtë sure me emrin e tij El Rahman, i gjithëmshishmi. Ky emër është treguesi i mëshirës së gjerë, përkujdesjes gjithëpërfshirëse, bamirësisë së pamot dhe mirësive të tij të shumta. Me pas, Allahu i madhruar përmend konkretisht disa mirësi që vijnë prej mëshirës së tij. Ato janë mirësitë e kësaj dynjaje dhe mirësitë e aspektit fetar. Pas përmendjes së çdo mirësie të tij, ai nxit njerëzit dhe gjendet që të shprehë mirënjohjen e tyre, duke thënë: "Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?" Pe çuditse, ua ka mësuar Kur'anin. Ai ua mësoi Kur'anin. Allahu mësoi robërve të tij tekstin e Kur'anit dhe kuptimet e tij. Ai ua lehtësoi ta mësojnë dhe ta kuptojnë, dhe kjo, padyshim, është më e madhja mirësi me të cilën Allahu mëshiroi robëritë e tij. Ai e shpalli Kur'anin në gjuhën e pastër arabe, me fjalët më të zgjedhura dhe shpjegimin më të bukur. Kur'ani përmban çdo mirësi dhe i inkurajon për arritjen e saj, duke treguar rrugët dhe veprat me të cilat fitohet ajo. Ai na sqaron edhe veprat që nuk i dohet, të cilat janë të dëmshme, duke na ndaluar nga kryerja e tyre. Ka krijuar njerin. Ai e krijoi njerin. Allahu e përkreu krijimin e njeriut, duke e bërë atë me organizëm të plotë dhe formë të bukur. Ai e dalloi njeriun mbi të gjitha krijesat e tjera edhe me një veçori tjetër. Ja ka mësuar të shprehurit e mendimeve dhe ndjenjave. Ai e mësoi të shprehet qartë. Allahu e mësoi njeriun si të shprehë atë që ka në shpirtin e tij, me të folur e me të shkruar. Aftësia për të shprehur atë që ndjen dhe mendon është nga mirësitë më të mëdha me të cilat Zoti e veçoi njeriun mbi të tjerët. Dielli dhe hëna lëvizin sipas llogarisë së rrugës së caktuar. Dielli dhe hëna udhtojnë sipas një përcaktimi të saktë. Allahu i madhruar e krijoi diellin dhe hënën dhe i vendosi të lëvizin sipas një rregulli të përcaktuar e të pandryshuar. Këtë bëri si mëshirë për robërit e tij dhe si përkujdesje ndaj tyre. Allahu i madhruar i vendosi ato në qiell, që nëpërmjet tyre krijesat të arrijnë shumë dobi, për shembull, të llogarisin vitet, të përcaktojnë kohën dhe afatet në marrëdhëniet mes tyre e tij. Edhe bimët e imta dhe drunti përulen Perëndis. Edhe yjet dhe pemët i përulen atij. Yjet në qiell dhe pemët në tokë e njohin madhështinë e Zotit të tyre dhe i bien në sejdë atij, tregohen të bindur dhe i druan atij. Ata i nështrohen që të shfrytëzohen për atë që Zoti i krijoi, pra, për dobinë e krijesave në tokë. E qiellin e ka ngritur dhe ka vënë mas drejtësinë. Qiellin e ngriti lart dhe vendosi drejtësinë. Allahu i lartësuar e bëri qiellin si tavan dhe mbrojtës për krijesat në tokë. Ai, gjithashtu, vendosi peshorën e drejtësisë mes robërve të tij. Kjo përfshin gjithçka nëpërmjet së cilës arrihet drejtësia mes krijesave. Allahu i lartësuar urdhëroi njeriun që të përllogarisë çdo gjë me saktësi e drejtësi në pesha dhe matje të ndryshme, për të mos kaluar kufirin e matje. Që ju të mos e shkeni atë. Allahu e vuri peshorën e drejtësisë që njerëzit të mos kalojnë kufit e të mos shkelin të drejtat e njeri tjetrit. Nëse çështjet do të liheeshin të gjykoheshin thjesht sipas logjikës dhe gjykimit të tyre, atëherë do të kishte shumë padrejtësi dhe do të shkatërroheshin qiejt dhe toka. Dhe matni drejt e mos mungonin e teresi. Prandaj matni me drejtësi e mos hani në peshë. Peshoni dhe matni me drejtësi aq sa janë mundësitë tua. Kur mos paksoni e të hani në peshë, sepse ky është krim dhe shkelje e kufive të Zotit. Tokën e ka bërë shtruar për krijesa. Tokën e bëri për krijesat. Allahu i lartësuar e përshtati tokën për krijesat, që ato të stabilizohen e të jetojnë normalisht në të. Me madhështinë, dëndësinë dhe cilësitë e saj të ndryshueshme, ajo është vendbanimi i tyre, ku mund të ndërtojnë, të mbjellin, të hapin rrugë për televizor, të nxjerrin thesare të fshehura në të ejq, duke plotësuar kështu të gjitha nevojat e tyre. Pastaj i lartësuari përmend disa nga llojet e sendeve jetike që ka vendosur në tokë. Në të ka pemë të lloj-llojshme dhe humbje me frutën e kësaj. Në të ka fruta të larmishme, urma me degët plot. Te frutat hyn të gjitha pemët që japin prodhime, me të cilat njerëzit ushqehen e kënaqen, si fiku, ulliri, sheka, molla, rrushi ejq. Me pas përmenden palmat e humave, me degët e mbushura plot me fruta që njerëzit i konsumojnë ose i ruajnë për me vonë. Dhe gjithëra me gjethe dhe bim me erë të mirë. Gjithëra me gjethe e kërcej. Si ushqim për kafshët dhe rejan. Bime aromatike. Drithërat janë bimet me kalli që shërbejnë edhe si ushqim për kafshët dhe bagëtit. Këto hyn gruri, elbi, misi, orizi eti. Fjala rejan ndoshta përfshin të gjitha perimet jeshile që konsumojnë njerëzit. Por ka mundësi, gjithashtu, që rejan të jetë vetëm për barzilokun, bimin aromatike të njohur. Në këtë mënyrë, i madhruari u kujton robërve mirësinë e aromave të këndshme që u ka mundësuar në tokë, të cilat gëzojnë dhe freskojnë shpirtin e tyre. Pasi përmendi disa nga mirësitë e shumta,
të cilat ata i shohin dhe i ndjejnë, Allahu i madhruar urdhëron njerëzit e gjendet për të qenë mirënjohës ndaj tij, duke thënë: cila donte të Zotit tuaj o njerëz dhe gjende po i përgënjeshtroni mohoni. Pe çuditse. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pe çuditse cilën nga mirësitë e Zotit, që kanë lidhje me dynjan ose me fen, mohoni ju? Sa e bukur ishte përgjigjja e gjendeve kur dëgjuan profetin tu lexonte këtë vargje. Sa herë që profeti vinte te ky ajet, ata thoshin: as nga të mirat e tua nuk mund të mohojmë, o Zoti ymë. Vetëm ty të takon lavdia dhe mirënjohja. Pikërisht kështu duhet të veprojë çdo njeri. Sa herë që ati i lexohen dhe kujtohen mirësitë e Allahut, ai duhet t'i njohë ato Allahut e madhruar, duke e lavdëruar atë për to. Ai e krijoi njeriun prej baltës së thatë, ashtu siç është vorba e pjekur. Ai e krijoi njeriun nga dëtina e tharë. Allahu i madhruar u tregon robërve gjurmët e pushtetit të tij absolut dhe krijimit të tij të përkryer e perfekt. Edhe ky informacion, sigurisht, është ndër mirësitë e shumta që Allahu i madhruar u ka bërë robërve. Këtu Allahu i madhruar na tregon se e krijoi Ademin babain e njerëzimit prej salsal, e krijoi njeriun prej një balte të lagur mirë e mjaftueshëm. Pastaj ajo u tha mirë dhe u bë si qeramik që lëshon një zë dhe kumbim salsaletun si të ishte e pjekur në zjarr. E gjindet i krijoi prej flakës së zjarrit. Kurse gjindet i krijoi nga flaka e zjarrit, ndërsa babain e gjindeve, iblisin e mallkuar, e krijoi nga gjuhët e flakës së pastër ose asaj flake të përzier me tym. Kjo tregon për superioritetin dhe mirësinë e bazës nga e cila u krijua njeriu, pra balta e dheu, i cili është i rënd, i qëndrueshëm, i dobishëm. Ndryshe nga baza e cila u krijuan gjindet, zjarri i cili është i lehtë, i paqëndrueshëm, i keq dhe shkatërues. Pasi tregoi krijimin e dy të rëndësishmëve dhe lëndën nga e cila i krijoi, informacion ky që konsiderohet si mirësi nga Allahu i madhruar për robëritë e tij. Lijoi të thotë: cila donte të Zotit tuaj po i përgënjeshtroni. Pe çuditse. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pe çuditse. Ai është Zoti i dy lindje dhe i dy perëndimeve, dy sosticeve. Zoti i dy lindjeve dhe Zoti i dy perëndimeve. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pe çuditse Allahu i lartësuar është Zoti i gjithçkaje që ndriçohet nga dielli, ana dhe yja dhe Zoti i gjithçkaje ku perëndojnë ato. Çdo gjë që ekziston në to janë nën sundimin dhe për kujdesin e tij. I madhruar i përmend dy lindje dhe dy perëndime, ndoshta për të përfshirë lindjen dhe perëndimin e diellit në dimrën e verë. Cila donte të Zotit tuaj po i përgënjeshtroni. Pe çuditse. U tefsiru sura Rahman, ajet 17. I ka lëshuar dy dete që të takohen. Ai i lejoi dy dete që të takohen, mes të cilëve është një pengesë që nuk e ka përcej. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pe çuditse prej atyre të dyve nxjerrën margaritare e korale. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pe çuditse qëllimi këtu është për ujin e ëmbël dhe ujin e kripur. Ata takohen me njëri tjetrin kur ujërat e ëmbla hedhen në ujërat e kripura. Me këtë kontakt të vazhdueshëm, ata do të përzihen me njëri tjetrin, por Allahu i lartësuar ka bërë pengesë mes tyre, që asnjëri të mos përzihet me tjetrin dhe kështu të mos senohet dobia e secilit. Secili qëndron në gjendjen e vet që krijesat të përfitojnë prej tyre. Uji i ëmbël përdoret për të pirë nga njerëzit dhe kafshët, ashtu si shërben për të vaditur bimet. Ndërsa nga i kripuri pastrohet ajri dhe nxirren lloj ushqimi si pesheti. Gjithashtu, ai është i përshtatshëm për qëndrimin dhe lëvizjen e anijeve e mjeteve të ndryshme të transportit, siç thotë i lartësuari në vijim. Në mes tyre ka ston pengesë, andaj njeri nuk e mbizotëron tjetrin, nuk përzihen. U tefsiru sura Rahman, ajet 19. Cila donte të Zotit tuaj po i përgënjeshtroni. Pe çuditse. U tefsiru sura Rahman, ajet 19. Prej tyre nxjerrin margaritar dhe korale merxhan. U tefsiru sura Rahman, ajet 19. Cila donte të Zotit tuaj po i përgënjeshtroni. Pe çuditse. U tefsiru sura Rahman, ajet 19. Ati i përkasin dhe anije që lëndrojnë në për dete dhe krijon dalë si malet. Ati i përkasin anijet që lëndrojnë në det dhe që duken si male. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pe çuditse Allahu i lartësuar i mundsoi anijet për robëritë e tij, të cilat, me lejen e tij, lëndrojnë në det. Është i gjithëmshirshmi që ja mundsoi njeriu ndërtimin e mjeteve lëndruese në përgjithësi. Shpesh, ato janë aq të mëdha, sa që duken si male të larta. Njerëzit hipin e to dhe nëpërmjet tyre transportojnë mallra për tregti jetë. Është Allahu i lartësuar, ruajtësi i qiejve dhe tokës, ai që i ruan ata në hapësirat e frikshme të deteve e oqeaneve. Kjo është
sigurisht një mirësi e madhe e Allahut, për të cilat duhet lavdëruar dhe falendëruar. Prandaj i lartësuari thot përsëri, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Cilat dhuntit të Zotit tuaj po i përgënjeshtroni. Pe çuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 24. Çdo gjë që është në tokë është e kalueshme, do të shkatërrohet. Çdo gjë që ndodhet në të ka për tu zhdukur, e do të mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd, që është i madhruar e bujar. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pe çuditse çdo gjë në këtë botë, njerëz, gjin, kafshë eti do të vdes dhe do të zhduket. Atëherë do të mbetet vetëm i gjalli, i cili nuk vdes. Ai është Dhul Xhelali wal Ikram, sotruesi i madhështisë, krenarisë dhe lartësisë, prandaj meriton madhërimin, adhurimin dhe lavdinë e plot, ashtu siç është sotruesi i bujarisë e mëshirës, që për kujdeset e ka mëshirë për çdo krijesë e në mënyrë të veçantë për të dashurit e tij, të cilët i ka përzgjedhur mes të tjerëve. Është Allahu, të cilin adhuruesit e tij e nderojnë, e respektojnë, e madhrojnë, e duan dhe e lartësojnë. Është ai tek i cili besimtarët pendohen dhe kthehen të nështruar, është ai të cilën të dashurit e tij ja adhurojnë si një, të vetëm e të pashoq, e mbetet vetëm Zoti yt, i madhërueshmi dhe bamirësi. U tefsiru sure Rahman, ajet 26. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni. Pe çuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 26. Prej ti kërkojnë çka ka në qiell dhe në tokë, në çdo moment ai është në gjendje të krijojë, të shpërblej, të zhduk. Ati i drejtohet me lutje çfarë është në qiellin e tokë. Allahu është i lartësuar, jo nevojtar dhe i pavarur nga të gjitha krijesat e tij. Ai është i gjerë në burarinë dhe bamirësinë e tij. Të gjitha krijesat janë të varfëra dhe të varura nga ai. Ato i lutën e drejtohen atij për të gjitha nevojat e tyre. Këtë shprehin si me gjendjen e tyre, ashtu edhe me fjalë e veprime. Krijesat nuk mund të jenë të pavarura nga ai për asnjë çast. Allahu i madhruar thot, në çdo çast, ai merret me shumë çështje. Ai pasuron të varfërin, ndihmon nevojtarin, i jep mirësi dikujt të privon një tjetër, merr jetë dhe jep jetë, kënon disa po shëron disa të tjerë. Atë nuk e pengon një çështje nga çështjet e tjera. Atë nuk e ngatërojnë angazhimet e shumta. Atë nuk e lodhin as e shqetësojnë insistimet e atyre që lutën dhe kërkojnë. I lartësuar e i pastër nga çdo emet e mangësi është bujari e dhuruesi. Mirësitë e tij kanë mbuluar krijesat e qiellit dhe të tokës. Butësia dhe mëshira e tij ka përfshirë të gjitha krijesat në çdo vend dhe çast. I lavdëruar e i lartësuar qoftë Allahu, të cilën nuk e pengojnë gjinohet dhe gabimet e gjinaqarëve që t'u dhuroj atyre nga mirësitë e tij. Atë nuk e pengon arroganca e ignorantëve që t'i furnizoj e të përkujdeset për ta, megjithse ata, me ignorancën e tyre, shprehin panevojshmëri për bujarinë dhe mirësinë e tij, ndërkohë që në realitet janë plotësisht nevojtar dhe të varur nga ai. Këto çështje, për të cilat Allahu na tregon se angazhohet çdo ditë, ai ka përcaktuar dhe shkruar që në Zanafil. Ai vazhdon të realizojë ato në kohën e përcaktuar dhe korrektsisht ashtu si ka përcaktuar me urtësinë e tij. Është Allahu që i vendosi si ligjet e funksionimit të gjithësisë së krijuar, ashtu edhe ligjet e fesë. Ai kujdeset për krijesat duke u vendosur atyre sheriatin, të cilët duhet të përmbohen dhe të jetojnë sipas tij. Ai vendosi për ta urdhëruar ndalesa, kufi e dispozita, për të cilat do t'i marrë në përgjegjësi ditën e gjykimit. Ai vendosi edhe ligjet e krijimit, sipas të cilave ai kujdeset për krijesat në jetën e kësaj dynjaje, derisa të vijë dita e vdekjes dhe shpërnguljes së tyre në ajet. Atë ditë do të jetë koha kur do të vihet në zbatim ligji i tij i shpërblimit me drejtësi. Atë ditë ai do t'u paraqesë krijesave drejtësinë, pamirësinë dhe mëshirën e madhe të tij, nëpërmjet të cilave ato do ta njohin tërësisht dhe do të dëshmojnë se ai është i vetëm, i pakasueshëm dhe i pashembullt në çdo aspekt. Atë ditë krijesat do të zhvendosen nga vendi i provës dhe fatkeqësive në vendin e shpërblimeve apo shpagimit me drejtësi në jetën e pasosur. Atë ditë i madhruari do të veçohet dhe angazhohet me zbatimin e ligjit të shpërblimit të tij për krijesat. Prandaj thot: cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni. Pe çuditse. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pe çuditse. Do t'ju qellojmë juve për shpërblim dhe llogari, o ju, dy barët e tokës, njerëzit dhe gjindet. Pe çuditse. Ne do të merremi veçmas me ju, o dy të rëndësishmit, njerëz e gjinde. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Pe çuditse ne do të merremi në mënyrë të veçantë me ju, o njerëz dhe gjind, duke ju llogaritur dhe duke ju dhënë shpërblimin për veprat që bëni në jetën e dynjas. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni. Pe çuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 31. O kërpet të gjindeve dhe njerëzve, nëse mund të dini prej kufive të qiejve dhe të tokës, dini, por do të mund të dini vetëm me fuqit e madhe e këtë nuk e keni, andaj nuk mund të ikni.
o turma e gjindeve dhe njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufive të qiejve e të tokës, dilni. Por ju nuk mund ta bëni këtë veç se me ndonjë fuqi të madhe. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Pikëçuditse kur ti mbledh të gjithë në ditën e gjykimit, Allahu i madhëruar do t'u tregojë njerëzve dhe gjindeve për dobësinë e tyre dhe për fuqinë absolute të tij. Ai do t'ua bëjë të qartë se vendimtar dhe i padiskutueshëm është vullneti i tij. Asgjë nuk del jashtë vullnetit dhe pushtetit të Allahut. Duke u treguar dobësinë e pafuqinë e tyre, Allahu i madhëruar do t'u thotë krijesave, nëse keni mundësi të dilni përtej kufive të qiejve të tokës, atëherë dilni. Por ju nuk mund ta bëni këtë veç se me ndonjë fuqi të madhe. Pra, nëse gjeni ndonjë rrugë mundësi për të dalë jashtë fushës së sundimit të Allahut, bëjeni. Por ju nuk do mund të dilni kurrë veç se nëse do të kishit fuqi të madhe. Por nga mund të vijë kjo fuqi, ndërkohë që ata nuk mund t'i bëjnë as vetes së vet dëm apo dobi, nuk mund të japin jetë e vdekje dhe nuk mund të ringjallin. Pikëçuditse ditën e gjykimit, në atë vendqendrim të frikshëm, askush nuk flet pa lejen e Allahut. Atje do të jenë të barabartë mbretërit dhe skllëvërit, udhëqesit dhe masat, të pasurit dhe të varfërit. Me pas, Allahu i madhruar tregon se çfarë ka përgatitur atë ditë të madhe për ta. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pikëçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 33. Kundër jush do të dërgohet flaka e zjarrit dhe bakër i shkrir dhe ju nuk do të mund të mbroheni. Mbi ju të dy. Njerëz e gjinde do të dërgohet flakë zjarri dhe tym përvelues e nuk do të keni mundësi të mbroheni. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Pikëçuditse i plot fuqishëm i paralajmëron njerëzit e gjendet për dy forma të ndëshkimit, shuallëmit, nari, flakë të pastra zjarri dhe nuasun, tymi përzier me zjarr, pra, ljetymi nxehtë e përvelues. Nuk është çudi që nuasun të vijë edhe me kuptimin plumb i shkrir. Këto dy lloje ndëshkimi ju kërcënojnë, o njerëz e gjindë. Zjarri dhe tymi do t'ju rrethojnë dhe nuk do të gjeni ndihmë e shpëtim nga askush veç Zotit. Edhe kërcënimet e Allahut ndaj robërve janë mirësi e madhe e tij, sepse nëpërmjet tyre ai udhëzon dhe kthen ata në rrugën e drejtë. Prandaj i lartësuari thot përsëri për të nxitur mirënjohjen e tyre, atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pikëçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 35. E kur të qahet qielli dhe të bëhet i kuq si trëndafila dhe si vaj i shkrir. Kur qielli të qahet të skuqet si plumb i shkrir. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Pikëçuditse ditën e gjykimit gjendja do të jetë shumë e rëndë. Frikërat do të jenë të lloj-llojshme. Diellit e hënës do të ushohet drita, ndërsa yjet do të shpërbëhen e rrëzohen. Nga frika e madhe, qielli atë ditë do të jetë si plumb i shkrir apo diçka e ngjashme me të. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pikëçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 37. Atë ditë njerëzit dhe gjindet nuk do të pyeten për mëkatet e tyre. Atë ditë nuk pyetet për gjinohet e veta as njeriu, as gjindi. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Pikëçuditse atë ditë nuk do të pyeten njerëzit dhe gjindet për të mësuar se çka ndodhur, sepse Allahu është i gjithdituri, që di të dukshmën dhe të fshehtë, të shkuarën dhe të armën. Ai do t'i shpërblej ata sipas veprave të tyre, të cilat ai di shumë mirë. Allahu i lartësuar ka bërë që ditën e gjykimit, të mirët dhe të keqit të kenë shenja të dukshme, me të cilat do të dallohen nga njeri tjetri, sikur se thotë i lartësuari në një sure tjetër, ditën kur do të ketë fytyra që zbardhen dhe fytyra që nxihen, atyre të cilëve u janë nxirr fytyrat do t'u thuhet, a muat edhe pasi kishit besuar. Pikëçuditse atëherë, u ajeni dënimin për shkak të mohimit tuaj. Ndërsa ata të cilëve u janë zbardhur fytyrat, ata janë në mëshirën xhenetin e Allahut, ku do të jenë përjetësisht. Ali Imran 106-107. Ndërsa në këtë sure thotë: cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pikëçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 39. Mëkatarët atëherë do të njihen sipas pamjes së fytyrës së tyre dhe do të kapen për flokë kacule dhe për këmbë. Keqbërësit njihen nga teparen e tyre. Prandaj me forcë do të rrëmbehen për flokësh dhe për këmbësh. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Pikëçuditse keqbërësit do të kapen me forcë për këmbësh prej flokëve të ballit, e ashtu zvuar do të hidhen në zjarr. Allahu i madhëruar do t'i pyesë ata veçse për t'i pëshëruar, duke i bërë t'i pranojnë vetë krimet e tyre në dynja, edhe pse ai është i gjithditur për ta. Ai është më i ditur për ta se ata për veten e tyre, por Allahu i madhëruar dëshiron që t'ua shfaqë haptazi faktet e tij të pamohueshme dhe urtësinë e tij të madhe. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pikëçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 41. Atyre u thuhet, ja, ky është xhenimi të cilin e përgënjeshtroni mëkatarët.
Ja, ky është xhenemi, të cilin keqbërësit e morin. Këto janë fjalët që u thuan keqbërësve e mohuesve, refuzuesve të shpalljeve të ringjalljes, mosbesuesve të premtimeve e kërcënimeve të Allahut. Këto fjalë u thuan kur xhenemi ndizet e përflaket, si mirëseardhje për ta. Le të shohin realizimin e asaj që mohuan dhe le ta shijojnë ndëshkimin, imjen, nxehtësinë dhe prangat e ndëshkimit në zjarr, si shpërblim për mosbesimin e tyre. Ata do të sillen në mes zjarrit dhe ujit të veluar e ka arritur shkallën më të lartë të velimit. Ata do të sillen vërdall ndërmjet atij dhe ujit të valuar. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni. Ata vërtiten mes niveleve të xhenemit të mes ujit të nxehtë në kulm, ndonjëherë me zemërir, në të ftohtin e acartë të dëmshëm. Pas ndëshkimit që i pret mohuesit e keqbërësit, përshkruhet shpërblimi i të devotshmëve që i frikësojnë Zotit dhe ndëshkimit të tij të drejtë. Cila dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pe çuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 44. Për ata që i druajnë paraqitjes para Zotit e vet, do të kenë 2 xhenete. Për atë që i është druajtur daljes para Zotit e vet, janë përgatitur 2 xhenete. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Për atë që ka frikë qëndrimin para Zotit ditën e llogarisë, prandaj ju largohet harameve dhe zbaton udhëresat e tij. Janë përgatitur 2 xhenete, me stulje, ndërtesa e gjithçka prej floriri. Njëri nga xhenetet është përgatitur si shpërblim për largimin nga haramet, ndërsa xheneti tjetër si shpërblim për zbatimin e detyrimeve në bindje ndaj Zotit. I lartësuari i përshkruan kështu këto 2 xhenete. Cila dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pe çuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 46. 2 xhenete me drunë të degëzuar. Plot pemë që bëjnë hije. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Pe çuditse në to ka mirësitë e panumërta për shpirtin dhe trupin, mirësitë e cilat as syri nuk i ka parë, as veshi nuk i ka dëgjuar dhe as zemra e robit nuk i ka imagjinuar ndonjëherë. Në to ka pemë të lulëzuara, me degë të lëmuara të mbushura përplot me fruta të mrekullueshme. Cila dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pe çuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 48. Në të ka burime që rrjedhin. Tek ata të dy ndodhen 2 burime që rrjedhin. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Pe çuditse atje ka burime që banorët e xhenetit mund t'i bëjnë të rrjedhin kur dhe ku të dëshirojnë ata. Cila dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pe çuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 50. Në ta, prej çdo lloj peme, ka nga 2 lloje. Tek ata të dy, prej të gjitha frutave ka nga 2 lloje. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Pe çuditse për çdo lloj frute janë bërë 2 varietete, secili ka shijen, ngjyrën e aromën që nuk e ka tjetri. Cila dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pe çuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 52. Ata do të jenë të mbështetur në shtrojet, astarit e cilave është prej mendashit të trash, e frytet e 2 xheneteve do të jenë të afërta për t'i kapur me dorë. Ata do të jenë të mbështetur në shtroje, mbulesat e brendshme të cilave janë prej mendafshit të solisur. Ky është përshkrimi i shtretërve dhe i vendpushimit të banorëve të xhenetit. Mënyra e qëndrimit të tyre mbi to tregon qetësinë, prejen dhe kënaqësinë e tyre të madhe, ashtu si mbetërit në shtretërit e tyre. Bukurinë dhe hijeshinë e shtrojeve të tyre e di vetë se Allahu i madhruar. Madje, pjesa e poshtme, që zakonisht vendoset në tokë, është prej mendafshit më të mirë. Atëherë, si do të jetë, vallë, pjesa e sipërme, që prek lëkurën dhe trupin e tyre. Pikçuditsa dhe frytet e pemëve të 2 xheneteve janë shumë pranë. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Pikçuditse frutat e pemëve në këto xhenete janë shumë pranë për të marrë. Ato mund t'i marrë kollaj ai që është në këmbë, ai që është ulur dhe ai që është i shtrirë ose i mbështetur. Cila dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pe çuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 54. Në ta, do të jenë ato vigjereshat, me sy ulur, të cilat, para tyre, nuk kanë pasur takim as me njerëz, as me gjindë. Ati janë ato, hyri që i përqendrojnë shikimet e tyre. Vështrimet e këtyre grave janë të kufizuara vetëm të bashkëshortet e tyre, për shkak të bukurisë së burrave dhe dashurisë së fortë të grave për. Edhe vështrimet e burrave janë të mbërthyer te gratë e tyre, për shkak të bukurisë së grave dhe kënaqësisë së madhe të kontaktit me to të cilat nuk i ka prekur kush më parë, as njerëz, as gjinde. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Pikçuditse këto gratë të xhenetit nuk i ka prekur askush më parë, as njeri as gjindë. Ato janë të virgjëra dhe shumë të dashuruara pas burrave të tyre. Ato janë shumë të zonja për të falur kënaqësi e dashuri, me fjalë e zëra tërheqës,
me përkthjelje sjelljet e ëmbla. Ato janë sikur se i përshkruan Zoti tyre. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pejçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 56. Ato do të jenë si rubingurë të çmueshëm dhe me gjanë korale. Ato janë si rubinët e koralet. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Kështu përshkruhet këtë jetësia e shikimit të tyre dhe jeshia e pamjes së tyre. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pejçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 58. Vallë, për veprën e mirë, a ka tjetër shpërblim pos të mirë? Pejçuditse. A nuk është shpërblimi i veprës së mirë veç se e mira? Pejçuditse atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? A ka shpërblim tjetër veç mirësive të mëdha për ata që janë bamirës, duke kryer adhurimin ndaj Zotit dhe duke qenë të dobishëm ndaj krijesave të Zotit? Pejçuditse sigurisht, këtyre u premtohet shpërblim i madh, sukses në çdo të mirë dhe ruajtje nga çdo e keqe. Ata do të kenë begati pa që e lumturitë e përjetshme. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pejçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 60. Nën këto dy xhenete janë edhe dy xhenete tjera. Nën ata të di. Xhenete janë edhe dy xhenete të tjera. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ndërtesat, enët dhe stolitën e to janë prej argjendi, të përgatitura për të djathit. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pejçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 62. Këta dy janë të stolisur me gjelbërim. Me gjelbërim shumë të dendur. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ato janë të errta nga gjelbërimi i shumt dhe i dendur i tyre. Ky gjelbërim vjen nga uji i shumë që rrjedh nëpër to. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pejçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 64. Në to janë dy burime të përhershme fiskisht që hedhin lart ujin. Ati janë dy burime që gjithë ne brojnë. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Janë burime që gurgullojnë vazhdimisht që të kënaqen me tingullin e tyre. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pejçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 66. Në to ka pemë, ulme dhe sheka. Në ata të dy ka fruta të shumta, ulma dhe shekë. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Tjeka nga të gjitha llojet e frutave, kundër me të veçantat janë ulmat dhe shekët e shijshme e të dobishme. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pejçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 68. Në to ka bukuroshe vërtetisht të mrekullueshme. Aty janë ato të mirat e të bukurat. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Në të gjitha xhenetet ka gra që Zoti i përshkruan si hajratun, të miran e moralin e tyre dhe hisan, të bukuran e pamjen e tyre. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pejçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 70. Hyrit e xhenetit të kufizuara me shatora. Ato janë hyrisi mëdha që qëndrojnë në përtenda. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ato nuk i ka prekur askush me parë, asnjëri as gjint. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ato janë mbyllur brenda kështjellave prej smeraldi dhe janë përgatitur e zbukuruar për burrat e tyre. Por ky përshkrim nuk tregon se ato janë të ndaluara të dalen e të shëtisen nëpër kopshtet e luleshtë të mrekullueshme të xhenetit. Sikur se ndodh zakonisht me princeshat, ato janë të kufizuara dhe të ruajtura brenda kështjellave e tendave. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pejçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 72. Të cilat para tyre nuk kanë pasur takim as me njerëz as me gjindë. U tefsiru sure Rahman, ajet 72. Cilat dhuntit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pejçuditse. U tefsiru sure Rahman, ajet 72. Ata do të rrinë mbështetur në shtroje të gjelbëra, të mrekullueshme dhe të bukura. Ata rrinë të mbështetura në shtroje të gjelbra e qëllima të bukur. Atëherë, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Në këto xhenete, vendet ku ulen banorët janë me shtroje palë mbi njëra tjetrën për t'u ashtuar me shumë bukurinë. Ato janë në ngjyrë të gjelbër dhe shumë tërheqëse. Qëllimat janë të thurë të punuar me finesë dhe të butë në prekje. Këto dy kopshte janë poshtë dy xheneteve të para, sikur se thot i madhëruari, e nën ata të dy xhenete janë edhe dy xhenete të tjera. Allahu i madhëruari ka veçuar dy xhenetet e para me cilësi që nuk i kishin të dyta. Kështu, për të parët thot, tek ata të dy janë dy burime që rrjedhin, ndërsa për të dytët thot, aty janë dy burime që gjithë e burojnë.
dhe kuptohet mirë dallimi mes burimeve që rrjedhin me bollëk dhe burimeve që kurgullojnë. Për dy gjenetet e para thuhet që janë plot pemë që bëjnë hije dhe kjo nuk thuhet për dy të tjerët. Për të parët thuhet tek ata të dy prej të gjitha frutave ka nga dy lloje, ndërsa për dy të tjerët thuhet në ata të dy ka fruta, ulma dhe sheg. Për të parët thuhet ata do të jenë të mbështetur në shtroje, mbulesat e brendshme të të cilave janë prej mendashit të stolisur dhe frytet e pemëve të dy gjeneteve janë shumë pranë, përshkrim ky më i plotë dhe më i bukur se sa për të dytet, kur thuhet atë rinë të mbështetura në shtroje të gjelbra e qilima të bukur. Për të parët, duke përshkruar gratë të gjenetit, thuhet atë janë ato që i përqendrojnë shikimet e tyre, të cilat nuk i ka prekur kush më parë, as njerëz, as gjint. Dhe ato janë si rubine korale. Ndërsa për të dytat thuhet, ato janë hyrisi madha, që qëndrojnë vetëm brenda këshillave dhe ato nuk i ka prekur kush më parë, as njeri as gjint. Kuptohet shumë mirë dallimi mes dy rasteve. Për të parët thuhet, a nuk është shpërblimi i veprës së mirë Isan veç se e mira Isan? Pikë që ditë se kjo tregon se dy të parët janë shpërblim për bamirësit që arrin gradën e Isan, it. Por kjo nuk thuhet edhe për kopshtet e dyta. Gjithashtu, thjesht përmendja në fillim me dy gjeneteve të para tregon për vlerësimin e tyre më të madh, në krahasim me dy gjenetet e dyta. Me këto tregues, kuptohet se dy gjenetet e para janë më të mira dhe janë përgatitur për më të zgjellurit, të afruarit e Zotit, si profetet, të sinqertet, shahidët dhe bamirësit. Ndërsa dy gjenetet e tjera janë përgatitur për besimtarët e tjerë. Sidoqoftë në këto gjenete ka mirësi që syt nuk i kanë parë, veshët nuk i kanë dëgjuar dhe zemra e askujt nuk i ka përfituar. Atje do të gjejnë gjithçka që vua dëshiron shpirti dhe që u kënaq syrin. Banorët e tyre do të jenë në kulmin e rehatisë, kënaqësisë, pejes dhe në vendbanime të mrekullueshme. Aq të lumtur janë, saqë secili prej tyre mendon se askush nuk është në lumturi më të madhe se ajo e tij. Pasi përshkroi mëshirën dhe bujarinë e tij të gjerë, duke treguar për mirësitë e tij të shumta, i lartësuari i thotë: cila dontit e Zotit tuaj po i përgënjeshtroni? Pe çuditse. U tefsiru sure Aman, ajet 76. Është i lartësuar emri i Zotit tënd, të madhërueshëm dhe bamirës. I lartësuar qoftë emri i Zotit tënd të madhëruar e bujar. Të panumërta janë mirësitë e Allahut. E madhe është bujaria e tij. Allahut i takon madhështia abolute, krenaria e plotë dhe bujaria e pakufyeshme, të cilën ai e ka veçuar për të nderuar të dashurit e tij. Përfundoi edhe tefsiri i surës Rahman. Vetëm Allahut i takon lavdia dhe mirënjohja. Për Allahun qofshin lavdet me të bukuruar.